Përshëndetje për gjithë, mirë se erdhët në emisionin e dytë të podcastit Nga Zero. Podcast ky që si për qëllim kryesor e ka motivimin e të rinjve përmes rrëfimeve të suksesit dhe sfidat e ndryshme të cilët i paraqesin musafirët tonë. Sot do të flasim për sportin, do të flasim për sakrificën, do të flasim për ngritjen e futbollit kosovar, veçanërisht atë të Suarekës, kështu që kam kënaqësinë ta prezantoj musafirin Florim Elshanin. Mirë se erdhe Florim. Mirë se u gjeta. Si je? Mirë, faleminderit. Ju e mirë? Mirë, faleminderit. Faleminderit që keni gjetë kohë dhe keni pranuar të jeni pjesë e podcastit. Me kënaqësi. Si për fillim, deshta një prezantim të shkurt, kush është Florimi, cili është aktiviteti yt? Unë jam Florim Elshani, i Suarekës, i lindur në vitin 79. Shkollën fillore e kam filluar një pjesë në Sarajevo, kurse 78 e kam vazhduar në Suarek, po ashtu shkollën e mesme teknike në Suarek dhe masani në studimet postuniversitare dhe postuniversitare në Prishtinë. Rrjedhin nga një familje sportistësh, të filluar nga baba, axha, vëllau, unë edhe gjenerata tjera tash që janë më të reja, që mirën me futboll, po kemi edhe familjar që janë marrë me volejboll edhe me sporte tjera. Si nxënës, muj me thonë jam kon mesatarisht i mirë, si sportist mesatarisht i mirë. Po je shumë modest të e prezentoj fetin. Karrierën si sportist, do më thonë, ka pas etapat ndryshme, për atyre më të vështirat, ku ka pas sakrificat deri te, muj me thonë lirisht, këto më të lavdishme të kohës fundit. Mirë shumë. Mirë, si fillim, pak do të ndalëm edhe ta elaborojmë pjesën si fillimet e para tuat, si pjesë e skuadrës Ballkanit, cilat kanë qenë vështirësitë, të e ditë cilat kanë qenë edhe kushtet e mahershme në sport. Do më thonë, me çka jeni përballë ju gjatë kohës kur keni filluar stërvitje, cilat kanë qenë problematikat që i keni pas çdo ditë e kështu me radhë. Pas nënvetësimit futbollit kosovar, do më thonë gjithë infrastruktura shkallëkon sportive, stadiumet edhe objekte tjera përcjellëse janë kushzuar, po janë marrë nga pushtuesi atëhershëm serb, edhe çdo aktivitet që ka pas mas aktivizimit të ligës pavarur të Republikës Kosovës në futboll, domethënë, krejt infrastruktura u kanë improvizune. Ballkani atë kohë ndeshet si vendas e zhvilloi studençan me një fushë improvizune. Po flet për periudhën para luftës. Periudhën para luftës, domethënë si fillimet e mia, domethënë kur kam filluar në Festival Ballkan. Mas nënvetësimit futbollit, domethënë, mas organizimit të ekipit parë, atëherë Ballkani ka filluar edhe me organizimin e grup moshave të reja, ku fillimisht janë kanë 2 grup mosha, kadet e pastaj më vonë junior. Është viti sezona 94-95, bile më kujtohet shumë mirë, sezoni pranveror. Ne kemi fillu, kurse kadet pe sezonit vjeshtor 94-95, juniort janë konsolidu pak më vonë, kanë mujtë më organizua, në mes sezonës 94-95 kanë fillu aktivitetet edhe garat. Mirë, pak para se me vazhdu, po me intereson pjesa kur keni fillu garat. Dhe mon kë organizimi që keni fillu, pse e zgjedhët bashkë në studençan, edhe a ishte problem pjesa e organizimit shkuri orë se e dim cilat kanë qenë mundësit atëherë. Po, është interesant që studençani nifet në regionin tonë për adhuru sidomos të futbollit, futbolltas, ku edhe më herët kanë pas futbollist ndryshëm, kanë pas njerëz që janë marrë aktivist sportiv, edhe në sporte tjera, përveç futbollit, po futbollin e kanë të veçantë, ndoshta kjo ka njëna për arsyeve dhe tjetra afërsia edhe ndoshta qendra si ma e kapshëm u kanë atë kohë edhe për udhëtim edhe për
ka pas konektim, do më thonë, për Suarekës. Largësia nuk u kanë shumë e madhe, edhe e dyta, do më thonë, ajo dashuria për futboll e Sudançanit, i cilët për çdo sen ju kanë përgjigj klubit, nevojave të klubit, sikur për organizimin, përgatitjen e fushës, për organizime tjera që e ka pas, për udhtim ka pas lojtar, ka pas kryesisë që kanë pas makina të kërë, po ka pas edhe autobuse. Kështu ai që u kanë me kërë, në pikën e takimit e kemi pas për mas podrumit, edhe pritshmi aty, kush vike me kërë me kalu, qëse rrugës ka pas me kalu, me marrë dikan, kush nuk ka mujt me ardhë me kërë, që si ka zanë ma tepër, në autobus, edhe ka ndodhë edhe me traktor edhe me goldana kemi shku. Okej. Pjesa e sfidave të organizimit të ekipit, do më thonë që keni selektu lojtarët e tërë, të pas parasysh që nuk ka qenë teknologjia zhvilluar, që keni identifikuar lojtarët, se fillimi është jashtëzakonisht i vështirë, se cilën sferë, kështu që po më intereson kanë e keni pasi fillimisht, do më thonë gjatë organizimit edhe të ekipit parë, edhe të grupë moshave të reja, kanë qenë njerëz që kanë vazhduar pe kohës para se me i largu nga fushat edhe nga stadiumet, ata kanë pushu aktivitetin e vetë për 1-2-3 vite, derisa janë riorganizu, derisa është themelu, do më thonë, kjo ka fillu funksionalitetin Liga e Republikës Kosovës, do më thonë, gjithë janë kanë, mos tanë veteran, po janë kanë njerëzit që e kanë rivazhdua, tu fillu pe shtabit teknik, lojtarve, edhe disa lojtarë që janë kanë punë karrierës vetë, do më thonë gjatë kësaj kohë, është Nejat Elshani, është Zimer Elshani, të më thonë Nejati ju kanë treneri atëre juniorve, kurse Zymeri treneri i kadetve, ata i kanë marrë grupë moshat edhe i kanë pas seleksionimin e tynve dhe kanë vazhdu garet. Okej, te pjesa e para luftës ishin këto peripeti, po më intereson pjesa dhe mas luftës, se ka pas edhe mas luftës ka gjithë sfida te pjesa organizimit, kanë qenë kushtet jo të favorshme kur jeni kthy në stadion, cili ka qenë organizimi, fillimi, kjo është pjesë që është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Kjo pjesë, edhe pse në Federatën e Futbollit, kohën e sakrificës e kanë qenë çnot para luftës për futbollin tonë Suareka, po përgjithësi për sportin Suarekës, koha sakrificës u kanë edhe mas luftës. Tu e pas parasysh që Suareka, që u kanë komplet e kallne, edhe që ndoshta edhe vitin 99 fundin, 99-2000, kur ka pas njerëz që janë kthy atëherë, ndërmjet atyre reforcatëve janë kanë edhe njerëz, edhe lojtarë, edhe njerëz që kanë punu në klub. Riorganizimi apo rifillimi vetëm pikë pozitive u kanë që jemi kthy në stadiumin në Suarek, edhe që kemi pas qatë infrastrukturë në shfrytëzim, po sfida ma madhe u kanë me riorganizu ekipin, shkaku që lojtarë... Mirë të pas parasysh, që kemi dalë edhe prej luftës, dhe që u kanë gjendje emergjente, edhe fokusin dashta për futbol u kanë dytësor ose tretësor në atë fillimin e periudhës, do mon, që keni gjetë ju motivin që me fillu dhe njerë, me u riorganizu, edhe mi thirë njerës të pas parasysh cila ka qenë gjendja që e dim gjithë asaj kohë. është për me vlerësu shumë atë motivim, se përveç lojtarët edhe gjithë stafi trenereve dhe kryesisë, përveç se janë marrë me futboll, ata detyrimisht kanë pas me punu edhe një punë tjetër, për me majtë vetën se Ballkani në atë kohë kanë ekip gjysmë profesionalist, do më thonë për sfida ma madhe u kanë me gjetë orarin për servitje, po ashtu edhe për lojë, do më thonë shumica e lojtarëve u duhet me gjetë ndërrim, apo u duhet me gjetë një alternativë për me anë servitje. Përveç kësaj, sfida tjera që janë kanë organizative, dhe më thonë për pajisjet edhe për
normal tash... Po thoj se ka mungu çdo gjë. Çdo gjë ka mungu, përveç motivit. Përveç edhe motivit. dashurisë për futboll. Kjo është diçka që duhet patjetër që me vonë pa, që të i pas parasysh këtë kushtet edhe jemi totalisht shkatruar, sidomos komuna Sarajevës, edhe në aspektin infrastrukturor edhe në aspektin njerëzor. Që kemi motivu njerëz që mu marrë të pas parasysh që s'ka pas asnjë kusht elementar. Edhe vetë potencohet që e kemi pas probleme edhe me organizu stërvitjet, se ka qenë diçka që nuk u kon imperativ i kohës. Gjatë asaj kohë, shumica e lojtarëve që kanë qenë ekipar ishin lojtarë të grup moshave të reja. Po. Do më thonë nxënës apo student, lojtarë që në kanë me përvojë më të madhe, gjithë në kanë punë, edhe ai kombinimi i nxënësve, studentëve dhe këtyre lojtarëve që kanë solucionet ndryshme për me ardhë servitje, janë kombinu edhe pse u kanë shumë vështirë, sidomos me lojtarë të se dihet kategoria e kadetëve më ballafaqu me ekipet profesionale, se ka pas ekipe si Prishtina, Gjilani, Drita, Kutadiune që kanë pas lojtarë profesional dëshmun, kurse ekipi jonë, moshën mesatare me siguri ka pas diku 17-18 vjeç. Mirë, të kjo kohë, ndalmi pak. Ju që keni qenë pjesë aktive e klubit, a keni pas gjithmonë një ëndër që do të vjeni ditë që dhe balkoni do të jetë në hap me skuadra tjera që përmene Prishtinën edhe skuadrat e moja, po me një farforme e keni pas vetëm vullnetin asy ka interesu asgjë tjetër. Për çet sezonin e parë mas luftës, objektivi u kanë jo me rujt klubin, po mos me lënë më ushu. Se u kanë shumë vështirë më ballafaqu me ekipe tjera. Edhe pse mëna 2 viteve, sfida tjetër që u kanë tani se Ballkani bjen një nivel garash më poshtë, në ligë parë, bjen vitin tjetër në ligë dytë, po gjithmonë në çështë shpesh duke shpresu që do të reorganizohemi, do të jetë një organizim pak më profesional. Se cilësia mu më merr mendja që nuk ka mungu cilësia, po duhet puna me u kanë pak më profesionale, me motivimi, stimulimi mu kanë pak më i stimulimi i lojtarë mu kanë më i financiar si më i madh. Mirë shumë. Mirë, te pjesa e mas luftës, do më thonë ishin sfidat cilët i keni të i kalu me shumë sakrificë, me shumë mund, me shumë kohë, por te pjesa e fillimit edhe ardhjes së një lloj revolucioni të ri në klub, cilin e ka mundsu edhe presidenti Arsim Kabashi, klubi Ballkanit, cili klub jashtëzakonisht modest, pas ardhjes së menaxhmentit të ri, cilat kanë qenë ato ndryshimet kryesore që i ki pati, ose çka ka ndryshu, çka ka fillu më bë më profesionale, cilat ishin ato gjona që i keni prek ju si pjesë e klubit? Gjatë asaj periudhës, do më thonë 2 herë Ballkani ka pas ngritje dhe ramje të vete, por stabilitet nuk ka pas. Do më thonë ka ndodhë, sikur që përmena edhe më herët ligë, 5 Superligës, Liga parë, Liga 2, ashtu edhe në vitin 2010, po organizimi i klubit u kanë i vështirë se donatorë që janë kanë klub, që janë kanë afër, futbolltasë, donatorë, sponsorët, po si dush të quajmë, ato që e kanë dhënë mjetet financiare, as nuk janë kompensu, as nuk e kanë pas në lirim apo çka do të qoftë, është në kohën e sotme, do më thonë që to vitet e fundit 5, kur është marrë ligji për sponsorizimin, është edhe një përparësi shumë e madhe. E kanë ndihmu shumë. Do më thonë njerëzit kanë dhënë, por nuk kanë pas asnjë përfitim për asaj, as nuk ka pas organizim atëherë që sikur tash që janë shitje e lojtarëve këto, o kanë një sfidë në veti, ajo kohë. Në gjatë sezonit 97-98, 2017-2018, mas aty me vështërsive të mëdha, është fol një herë, apo
kanë shpreh nga dëshmëri, po jo nuk është marrë vendim, veç si shprehje që Arsim Kabashi do të, apo Cima kompani, do të është ofru për me marrë klubin. Sezonën vjeshtore të atij vitit ne kemi fillu dy javë para kampionatit. Do më thonë jemi mobilizu lojtarët, kemi punu që ajo nuk ndodhë kërkun hiq, po për 2 javë e kemi bën ekipin edhe kemi fillu kampionatin. Te kjo pikë kur veç Arsim Kabashi, cili ka një merit jashtëzakonshme për pa i harru edhe sponsor tjerë që ka pas shumë, por me një farforme ka qenë investimi cili e ka bo dallimin, plot kuptimin e fjallës, edhe është meritor që Ballkani është sot në një instancë cilën është. A keni pas vështirësi që me komponu ekipin, një ekip konkurus, edhe pse e keni pas mjetet, po është hezitimi me ardhur një klub që s'ka shumë historia, po nuk e keni pas problem këtë pjesë. Në atë kohë, do më thonë gjatë asaj periudhës, për atë nivel garesh ku jemi kanë, kemi mujtë edhe na me përkraje financiare për presidentet që kanë ardhur, kemi mujtë me menaxhu atë pjesë, edhe me një viti, do më thonë, veç futmi në Superligë. Kurse periudha tani e Superligës është një përvojë në veti, përvojë e veçantë veti ku ka kërku ma tepër profesionalizëm, si në shtabin teknik, si të ekipa përgjithësa lojtarëve, do më thonë në çetë rast pozicioni i drejtorit sportiv, se drejtori sportiv është ai që i menaxhon gjitha këto. Do më thonë për pos lojtarëve kualitativ e keni zgjeru edhe stafin, menagjementin, trajnerët, këto. Po besoj që këto kanë qenë jashtëzakonisht rëndësishme për me ngrit nivelin e ekipës. Tash do dalëm edhe te kjo temë. Edhe kemi pas gjatë vitit parë në Superligë, objektivi u kanë qëndrimi në Superligë, po gjithmonë, do më thonë, të bazu në atë përvojën që nuk u kanë ajo përvoja duhur, se edhe në Superligë vazhdojnë edhe sot ekipet, sidomos ekipet që inkuadrohen e kanë shumë vështirë me mbijetu, me vazhdu edhe sezonin tjetër në Superligë. Në drejtim, presidenti ka angazhu edhe staf profesional, duke mos na përjashtu edhe neve që ishmi aty deri në atë kohë. Edhe besoj që është bën një përputhje tani edhe përvojës, edhe mjeteve financiare, po edhe profesionalizmit, edhe veç aty ka fillu tani një etap tjetër, më me thonë një etap e lavdisë Ballkanit. Mirë shumë. Te pjesa e organizimit, cila ka qenë që e ke vërejt ti që diçka madhe po vjen, që diçka po ndryshon te Ballkani, edhe në cilën ki besu që kjo është ajo që ka mëna që drejt suksesit, është interesant. Sezoni i parë, kur veç që një shpall kampion për atë periudhën. Prap do më këthy në qëtë kohën e marrjes klubit Arsim Kabashit, presidentit. Unë nuk e kom njoft atë person. Do më thënë, 6-7 muaj kemi marrë financa për tine, po unë nuk e kom njoft. Se ke taku? Se kom taku asnjëherë. Edhe me një kuvend, ku veç kuvendarët atëherë të OJQ-s të Ballkanit vendosën që klubin me ja kalu, me shu si OJQ dhe me ja kalu në pronësitë e Cima Construction, jem kanë pjesëmarrës edhe unë. Jo veç pjesëmarrës, po jem kanë pjesë aktive me avokat firmës Cimës. Do më thonë kur ka kalu prej OJQ-s? Jo me dashja, po jo me në esy, po qështu se gjitha pjesë procedurale të klubit që kanë, jem u duh më kanë Florin Velçani aty. Po kjo është diçka që pak njerëz e din, do më thonë këtë transformimi që shka ndodhë nga trego pak, edhe kanë qenë gjithë për këtë transformim, apo ka pas dikur që ka pas në hezitim? Kanë pas hezitim, ka pas dikur që kanë kundër, po shumica e delegatëve në kanë për, edhe besoj që nuk janë pëndu për këtë vendim që e kanë marrë. Po para prakisht, para se më majtë ai kuvend, neve
presidentin e ka shkep gjithë delegatëve një program të vetin, që ka ba një program 10 vjeçar për klubin. Më thonë drejtën, kur e kom lexuar në atë program, tu ka duk më shumë se thonë tonë dëshirash. Më ka duk qesharak. Aden, më ka duk e pa rriqme. Mos tham qesharak e pa rriqme. Jo se për një afat shkurt, ose nua kampionati, më marë afat mesëm, dalje në Evropë, kurse për një afat gjatë, dhe më thënë periudën 10 vjeçare, ka edhe diçka që ka pas aty. Besom nëse jo, alo nuk jenë bë 10 vjetë, alo nuk jenë bë 10 vjetë, veç gjitha janë arrit, shka u kanë shënune në program. Tasha e ka pas presidenti atë vizion, apo u kanë dikush në njeri mrapa që e ka punu atë programa edhe që u kanë atë i vizionar, nuk e di, veç është arrit ajo. Pe kampionat, dhe më thënë pe vitit parë, Superligës që me nëzibi jetu, jenë kanë tani dy vite resht, sfide tjera në veti. Edhe pse në profesionalizëm, edhe pse në jenë kanë sfidet, se dhe e keni komponu ekipin, dhe jenë njoftë letartë. Edhe u kanë ekipi komponun, po prap ka mungu një dishka, edhe një hap i mram ka mungu, se 2 sezone në gjirën e fundit, Ballkani e ka hup titullin, e ka hup Evropën. 2 sezone në gjirët e fundit. Qak me aty në 2 sezoneve dhe finalen e kupës në Prishtinë, me Prishtinën. Edhe prap jenë bë analizat thella mrena, prap është me komgullsin edhe me mosdorzimin e presidentit, edhe pse u kanë shumë vështirë, se shpenzimet janë kanë marrë se nuk u kanë let me pru një lojtar profesional kalibrave si ku që kanë Milin Daku, Armand Thaçi, Nazmi Gripshi, me pru në Suarek, me lu, po veç dëshira e madhe edhe vullneti i madh, edhe kryenetësia e presidentit, i ka pru ata, edhe gjanat për para. Po prap një... Që kjo përdu që ka mungu? Ka mungu edhe një... Edhe aspekti financiar po thu që është regullu, edhe aspekti teknik, edhe infrastruktur, edhe gjitha, edhe me gjitha ato sezonin e parë, edhe 2 s'keni pa sukses. Cili ka qenë Chelsea që ka mungu për me bo hapin, për me arrit objektivin e madh? Pa dosht me nërversu, apo as me vlerësu shumë, po gjatë asaj kohës, ndoshta në kanë pak organizative, edhe pak politike të brendshme të klubit. Organizative, ndoshta u duft, pa nënversu trenerin atëherë shumë Ismet Munishi, ndoshta edhe një disiplin pak ma e madhe. Ndoshta vetëm ajo kanë për puna organizative, kurse të politike e klubit, kjo aty veç mas aty në 2 sezonave, edhe aty fitohet një përvojë e mire, edhe kanë përvu, fillimisht FC Ballkani ka përvu me një trener Bekim Yusupin, një sezon e ka udhëheq klubin Bekim Yusupi, dhe më thonë sezonin vjeshtor 2021-2022. Mos i përmend trener para se me kalu te treneri Lërdoja. Po. Sa është rëndësishme dora trenerit me një klub kur nuk mungon asgjë, por nuk po muj me emrin objektivin për cilin gjithë të synojmë? Është shumë e rëndësishme. Do është njëna pjesëve kryesore të ekzistimit një klubit. Për mu 2 pikat kyçe të klubit, të organizimit klubit, normal kryesorja është financa, qëndrueshmëria financiare, stabiliteti financiar, po e dyta është drejtori sportiv edhe shefi shtabit teknik. Në mes sezoneve 2021-2022
është largu treneri Bekim Jusufi, në gjatë kësaj kohë për fat tonin të mirë, është largu edhe Ilir Doja nga Partizani i Tiranës. Edhe drejtori sportiv i jonë në atë kohë Derim Nexhipi, me të marrë lajmin që Ilir Doja nuk është më treneri i Partizanit, është angazhu edhe ka sjellë Ilir Doja në Ballkan. Tani për këtë kohën e Ilir Dojës, kemi shka diskutojmë. Po. Mirë, të pjesa e sezonit kur veç jeni shpall kampion, cilat kanë qenë ato prapaskenat, ato organizimet brenda klubit, domethënë motivimi i ekipit kur veç ishim afër që me rrini objektiv historik, pjesa e fundit, domethënë javët e fundit, serioziteti, edhe fokusi maksimal deri te kryerëzimi i një sezoni të jashtëzakonshëm. Në Ballkanin gjatë asaj kohe o ka një ekip i mirë. Ka pas lojtarë ndër më të mirë, lojë ndër më të mira, po edhe me disiplinë. Domethënë Doja sjell edhe një disiplinë edhe të punës, po edhe të çështjes në lojë. Rezultatet e mira të vazhdueshme kanë ofruar edhe tifozërinë. Po. Shikueshmërinë, edhe ka arrit atë motivimin për çatë qëllimin për më bë kampion. Po njëkohësisht gjatë atyre viteve na kemi pas edhe ekipin e juniorëve që u kanë kampion. Çak edhe ata është rrit motivimi, është rrit disiplina punës, tu pa gjithmonë tu pasërru ekipin e parë, tu pas referencën e ekipit parë, edhe ashtu, edhe në ato grup moshë është fillu shumë punë profesionale më bë, punë e mire, vetëm mungesë, edhe atëhershme edhe tanishme është infrastruktura. Besoj që edhe me rregullimin e stadiumit të ri që ka marrë evitu edhe që ky problem edhe që kanë me pas shumë ma letë. Mirë, Gjatë kësaj periudhe, po? Ti e dhoa kredit shumë Ilir Dojës, po. Pa tjetër që meriton, është ai arkitekti i kësaj, po që thua ka plot disiplinën në klub. Po. Apo mendon që domethënë çaj hapi. Po mendon që aja ka qenë që e ka mungu balkonit për me mri objektivin? Ka njëherë. Apo ka qenë pak edhe... Ka njëherë ndodh që një moment veç në psiqikën e gjithë punonësve, stafit, lojtarëve sane, një ndryshim i vogël. Veç psiqikisht. Besoj se çatë ndryshim psiqik e ka pru ai. Ilir Doja. Po. Besoj që e ka pru ai, po normal Ilir Doja i vetëm nuk ish mujt me bë atë, po e ka bë me ekipin e vet edhe me edhe kurorëzimi i titullit kampion, po mendoj që ka qenë një fillim i ri i një ballkani evropian, një ballkani cilin e dim gjithë cilin e ka bë krenar jo veçare, e kanë parë kretë Kosovën, edhe kjo pjesë që keni qenë, domethënë keni ditë që keni me marrë pjesë në gara evropiane, ka qenë një sfidë shumë interesante, cilën po kam dëshirë me elaboru se ti ke qenë dhe më personi kyç, i cili e marrë me gjitha këto procese në vazhdimsi. Kishna pas qef tani në mas mami më kthyn që të pikën e titullit parë, sezonën pranverore, domethënë, me ardhen e Ilir Dojës. Tash po kthehemi në këta që e tha për titullin e parë. Lojë mas loje, fitore mas fitore, Ballkani u kurorëzu me titullin kampion, edhe automatikisht fitoi drejtat e paraqitjes në për fillimisht në ligën e kampionëve, në raundën e parë kualifikues ligës kampionëve, ku u shurtu me Zhavgirisën e Lituanisë. Kjo tash është një fazë krejt tjetër organizimit ndeshjeve. Domethënë pej asaj sakrificës te kampioni gara ndërkombëtare. Pra keni qenë si staf përgatitur për një ndryshim kaq madh në një periudhë kohore kaq shpejt. Edhe cilat kanë qenë sfidat
kryesore me cilat ja keni ballafaqu gjatë kësaj kohës? Vitin e parë, fillimisht, ne kemi pas edhe përkraje prej stafit FVK-s, cilët ne kanë... Në aspektin organizativ? Organizativ, po. Okej. Pe anës klubit, do me thonë, personi përgjegjësim kam unë, edhe aty tash fillon një etap krejt tjetër pej sistemit punës UEFA-s, licencimit, tu fillu pej licencimit e pej deklarimeve krejt rend. Do me thonë, aty ka pas deri me 31 qershor, më kry gjitha sa i përket raundet e parë kvalifikues me regjistrimet fanellave, stadiumit ku kanë më zhvillu ndeshjet, me të ekipit, stafet që kanë me marrë pjesë. Do më thonë një organizim krejt ndryshe, prej asaj që jeni mësu me e bon. Fillimisht na e kemi pas disa stafit FFK që na kanë përkra. Edhe në shorti, do më thonë shorti i raundit parë kvalifikues, na ka shortu me Zalgirisin e Lituanisë. Tash njëna pej fatave tona, ndoshta, është ndeshja parë ka pas mu zhvillu në Prishtinë, në Fadil Vokri. Pjesë e komunikimit, përveç telefonave, këtynve rrjeteve shoqërore, WhatsApp e Viber, është edhe një tool, po një pajisje, një program, me thënë ma mirë, që përdoret nga FIFA Time, ku shkëmbehen gjitha informacionet ndërmjet klubeve, UEFA-s, delegatit ndeshjes, referve, këtë dhe më thënë qërtarve të ndeshjes. Edhe ajo një sfidë për mu. Nisëm e përdorëm këta, edhe tash ai fati që thash, se lojën e parë nga brenda, u konë i përcjellshëm se çfarë kërkesë dhe çka bëjshin klubet mysafire. Po. Non-stop, dhe më thënë, edhe ishna korreshtar me asi, i kishmi manualat e përdorimit se ç'është përdoren, po trajnum nuk kemi kanë për atë, asnjë trajnim nuk e kemi bë për atë pjesë të... Edhe paka shumë për përvojës të ekipit kundërshtar, i mësova do gjana vetë, po. Edhe me përkrajën e, që ju thash për përkrajën e stafit të FFK-s, viti parë, vazhdojmë eliminomi në pej Zalgirisit, vazhdojmë në raundin e dytë kualifikues të Conference Ligës, kalojmë raundin e tretë Conference Ligës, kalojmë play-offi Conference Ligës, edhe kulmi muj me thonë për, jo veç për neve, për klubin FC Ballkanit, po për gjitha ekipet shqiptare që në kënë, përveç Skënderbeut në Europa Ligat e re, u kanë kualifikimin në fazën e grupeve, që sot quhet Liga Faza. Okej. Plot organizimet ndryshme cilat ju si menaxhment si stafi keni bën për herë të parë në Kosovë, edhe klubet tjera janë shërby me atë lloj udhërrefimi që e keni pas, apo ne shkoqit ndaj detaj, për shembull kur kanë ardhur përfaqësues të UEFA-s që keni dalë, keni prit që kanë ardhur dhe kanë pas stadionet, dhe kanë po kushtet cilat i kemi, edhe qysh keni mujt, domethënë me ta me menaxhu këtë pjesë, që është shumë e rëndësishme. Domethënë procesi para fillimit ndeshjes. Për neve ndërkombëtare, po. Për neve çdo gjë u kanë risi. Hera e parë. Domethënë Liga Kampionëve raundi i parë, raundi i dytë i Conference Ligës, i tretë i play-offi. Ato janë si cili round, si cili play-off, edhe faza grupeve e ka pas protokollin e vetë të ndeshjeve. Domethënë, tu shku ma nalt, tu kanë ma strikt rregulloret e këto. A ka dallim shumë të madh mes ligës tonë dhe të asaj të Evropës? Ka dallim të madh shumë. Po cilat janë për shembull ato diçka që na kish misionuar një detalj du me tregu në Prag, me Slavia e Pragës,
UEFA duke i ditë që Çek Republika e Çekisë ka pas një përvojë të keqe me shikueshmëri këtu në Prishtinë, për ndeshjet kombëtarëve të Kosovës edhe Çekisë, në vetë këtyre dyjave kanë pas incidente, domethënë tifoz çek me tifozërinë tonë. Organizohen dhe për çat ndeshje i angazhojnë 2 oficerë të sigurisë, nivelit më të lartë të UEFA-s. Njëri u kanë mbylluar nën kryetari edhe gjatë takimit organizativ ndeshjes, e kemi pas një pyetje që unë për vete ata as nuk ishna mujt me paramenu që angazhohen apo dojnë me pas ato informata që aty lloj. Thot kështu, sektori i misafirëve, tifozëve misafirë, është që ju keni shumë argimtar, edhe ka edhe në Çeki, edhe thot, blen biletën, tifozi juj, blen biletën me një sektor që është tjetër. A keni ju person, përgjegjës që atë person që vje me shallë Ballkanit, apo asi nëse është në sektorin e ku janë tifozë që me marë, me përcjell, me të shu në sektorin e ku janë tifozë tonë. Që do me thonë me eliminu çdo mundësit konfliktit të mund shumë që e Mire, diçka shumë interesante. Shumë që këtu të na le për dëshiruar, po besoj që me një periudhë kohore me i mëri. Kjo histori ka shumë për me elaboru, ka shumë për me diskutu, po du mu këthy pak edhe te ardhmëria e futbollit, tek shkollat e futbollit, cili është niveli i shkollës futbollit Ballkani këtë rast, edhe në përgjithësi talentave cilët po kanë tashmë mundësi edhe me debutu në arenën ndërkombëtare. Shkolla futbollit vit pas viti është punu edhe është avancua në këtë periudhën prap të garave ndërkombëtare të Ballkanit ku shumë gjana kemi mujt me pa në si staf gjatë vizitave nëpër klubet të mëdha evropiane. Mos harrojmë se Slavia Praga është një ndër ekipet e mëdha evropiane, Cluj në poka, është për momentin ajo është me një krizë, po është ndër klubet më të mëdha të Rumanisë, Dinamo Zagrebit, do më thonë janë klube me renome, me histori të mëdha. Me histori të mëdha. Edhe një punë mire që është bënë, si cilë në udhëtim, është marrë një ose dy trener të futbollit, që shkollës futbollit, grup moshave të futbollit, edhe do më thonë i kanë pa edhe i kanë preke, kanë marrë informatat se çish funksionojnë ato informatat bazike, tu e përfshin edhe drejtorat e shkollës edhe përgjegjësit e programeve që janë. Edhe besoj se ka ndikuar ajo shumë në sidomos në mentalitetin e trenerëve, se është pa që po muj ka njeri me punu, po muj ka me u arrit suksesi me punë. Normal, veç me punë, me disiplinë, me angazhim, me motiv, që mundet me arrit gjithçka. Në sa i përket shkollës futbollit, na kemi pas rezultate kogje të mira, me grup moshat ndryshme. Ndoshta vetëm mjet e grup moshave është pak na çalon gara këtu në lidhjen e Renalit Prizrenit. Ndoshta duhet me punu edhe në këtë aspekt që me ngritë rivalitetin, me ngritë cilës të regionit. Fillimisht e pastaj edhe me region, që më ballafaqohet edhe me regionet tjera. Kurse në këto dy nivele, U17 edhe U19, na kemi pas rezultate të mira, që në kanë nivel të ligës. Kurse sa i përket talentëve, ju e dini që Ballkani me sukseset e veta ka promovu lojtarë shumë. Ka promovu lojtarë
që ka promovu, apo ma mirë me thënë i ka rikthy në formë lojtarë që kanë me emën, po që kanë pas një sezon të vështirë, që po përmeni Mirlin Dakun. Ka pas lojtarë që kanë ardhur për lundimeve apo për problemeve tjera që kanë pas. Ajde pa marrë Bajram Jashanicën, po ka pas edhe raste kur ka promovu lojtarë të ri. Në to marrë që thash dashta më këthyje, njëna për përjetimeve apo emocioneve të mija më të mëdha u kanë me një ndeshje të fazës grupeve, kur në 11 startuese janë kanë 3 lojtarë të Suarekës, shkollës futbollit Suarekës. Lindana Marlau, Albin Berisha edhe Qëndrim Zyba. Ai për mu kanë dyqysh, edhe pse na pam që Ballkani po mujka me, jo veç Ballkani, po edhe me punë, po në qëtë rast na pa marrën Ballkanin, që po mujka me arrit të titulli, që po mujka me arrit të kompetitiv me ekipet e mëdhaja, po që mundet edhe me barën kryesore me bajt djemë të komunës Suarekës, djemë të shkollës futbollit tonë, kjo dhe më thonë nuk kanë edhe një moment emocional. Mirë. Për mu kjo kanë kulmi i punës Ballkanit, i suksesit Ballkanit. E qartë. Fuli një mesazh për fund për një tri i cili e ka ëndër më bë futbollist i suksesshëm, tashtu i pas parasysh edhe mundësit që janë edhe koha këtë tjetër, cila do ishte një mesazh i cili do t'ja jepë gjeneratave të reja që kanë ëndër ta veshin fanellën e Ballkanit së pari e nesër edhe një klubit të madh evropian. Mesazhi kish më kanë kështu. Shumë konkret edhe shumë i thjeshtë. Merr një shembull lojtarët e deri tani shumë të FC Ballkanit, sidomos këta lojtarë që i përmena që janë si produkti i shkollës futbollit tonë Ballkanit. Kemi lojtar Lindonin, që është kriju si lojtar në kushte shumë vështira, infrastrukturore. Në atë kohën kur është bëj lojtar, kur ka punu për më bëj lojtar, në shkollë futbollit, ata as fush nuk kanë pas. Na atëherë as fush nuk kemi pas. Kemi stërvullit të gjimnazi, apo në kushte shumë vështira. Po me punë. Do më thonë, ka arrit ekipin e parë, ka arrit kombëtarën e Kosovës, ka arrit tjetë lojtarë edhe shumë do më thonë se edhe në për ekipe Kluzh edhe tash në Ukrainë ku është. Është punë, disiplinë edhe normal shëndetje ajo të tjeta, më punë edhe disiplinë është. Diçka që e do më thonë, në të vazhdojnë ëndrrën, në të punojnë, në të janë disiplinun edhe pa tjetër që kanë marrit. Faleminderit shumë, Fuli. Për fund, për gjithë ata që ndjekën episodin e dytë, ishte një rrëfim, një djali i cili ishte pjesë e secilit etapë prej atyre më të vështira deri tek etapat më të lavdishme të FC Ballkanit, edhe pjesa e cila ka filluar nga zero deri në majat e futbollit evropian. Kështu që mirupafshim në episodin tjetër.